Profeti alayhi salatu wasalam ka treguar që besimtari është pasqyrë e besimtarit. Kur t'ja shen ndonjë tmet, ja largon atë. Prandaj, robi Allahut, dihet që ti vetën tënde nuk ke mundësi që ta shohësh pa u shikuar pasqyrë. E njësoj, e njëjta gjë vlen për gjëra shpirtërore. Ti shpirtin tënd, sjelljen tua, nuk mundesh me I pa vet, por I shep përmes vëllezërve tu besimtarë. Sepse besimtari ka kriteret e sakta çka është e mirë e çka është e keqe përmes shkollës qellore. Mos kishte qenë shkolla qellore, si do të kishmi dalluar çka është e mirë dhe e keqe. Se ne e dim që njerëzit dallojnë këta. Po njerëz janë edhe gërsira, bisha, që nuk e llogaritën të mirë si të mirë, as keqen si të keqen. Prandaj meditoni këta, kur dikush të këshillon, kur dikush ta jep ndonjë sugjerim, merre prej tij se ai është pasqyra jote, ai po ta largon ndonjë mangësi, ti dush me falendëru ata, e jo me mbrojt veten, se ti nuk je I shajt. Ti nuk je I shajt, ju me mbrojt veten. Përkundrazi dush me falendëru ata se ai po t'jep dhurat, po t'i kallzon mangësit tua. Ti nëse faktikisht e sheh veten pasqyre dhe I sheh që I ke disa mangësi, a nuk ke mirënjohës që I ke gjetë aty mangësi para se me dalë në publik, njëjtën gjë dush me bë me vllahun tënd besimtar. Ti jesh mirënjohës ndaj tij që ti ka tregu mangësitë tua.